Ti thu që Rama vetëm thellon rezultat. Në fakt, Rama në krahasim me 2021 ka 35.000 vota më pak. Gati. Ore, numër, vota shqiptarësh ka më shumë se çdo herë tjetër. Jo. S'ka pas Rama. Po tani për fakte nuk zihemi dot. Po pse ta heq diasporën? Po sepse vinin këtu me avion, me makina, janë të njëjtit. Janë të njëjtit. Nga Amerika do vinë. Po janë të njëjtit. Ndërkohë diferenca midis LSI-s dhe PD-s ka qenë 30 vota. Dhe më thëmë, për kaq luhet. Problemi është që ka shku minus 250 Saliu. Dhe më thëmë, ky është problemi se nuk mundet do të Rama. Sepse Rama mund bjerë. Problemi është që duhet ngrihet ky tjetër që ta rrëzojmë. Rama për mua është i dobët. Dhe vjen duke u dobësuar gjithmonë më shumë. Sa më shumë rri pushtet, aq më shumë kalbëzohet, aq më shumë konsumohet. Saliu do shkojë gjithmonë më keq, fal dhe nesh rim gjithë ditën duke thënë fajin e ka Saliu, ndërkohë që Saliu na ka vjedh para 10 vjetësh. Sot kemi njëri tjetër që na vjedh. Ne merremi me Saliu. Po jo pra sepse. Ai mori lekët e veta. Ky po na i merr sot. Saliu. Ky po na i merr sot. Krimi më i madh që ka për Saliu nuk është kur vjedh tani që po i vjedh të ardhmen Partisë Demokratike. Sepse sot ai po mban Ramën pushtet dhe kjo është më e rëndë se sa kur ishte vetë. Ka vjedh shpresën e shqiptarëve. Kjo është më e rëndë sepse nuk po lejon që të ketë mundësi që dikush ta përmbysë Ramën. Atë bëri përshtypje ty se na u rikthye nga që kalojnë shumë ngjarje si në kaleidoskop tek ne dhe një vit përpara zgjedhjeve doli Berisha nga arresti shtëpiak. Pra ju dha gjithë koha e mjaftueshme që ai ky është kuptimi i asaj që po thëmë ne bipartitizëm. Ti flet, të them edhe një fjali. Ti flet dhe je një mbrojtës, një udhëtar i fuqishëm i pluralitetit. Po, duhet të kesh dhe pluralitet argumentash kur e kundërshton Ramën, se po të shkosh vetëm tek argumenti i vjedhjes, është argument shumë i dobët. Po, është vërtet. Berisha akuzon më fuqishëm se sa ty që vjedh. Po kjo nuk i nxit shqiptarët votojnë kundër Ramës. Dëgjoj, Saliu të shkoj ku arrestua Erion Velia, por nuk fitoi opozita, nuk ndikoi fare në Tiranë. Të shkoj ku do doj. Po këtu është ngritur një mekanizëm që ka një konflikt Rama me Irfanin dhe ne themi Irfani është buri poshtër. Ka një konflikt Pacolli me Ramën, ne themi Pacolli është buri poshtër. Ka një konflikt Beketi me Ramën, ne themi Beketi është buri poshtër. Pra ne nuk e bëjmë vetëm ke binomi Sali Ram këtë. Jemi ramist në shpirt dhe çdo kundërshtarit Ramës i kemi të zezën. Po kjo nuk jep automatikisht të drejtë. Fakti ti mund të jesh kundër Ramës. Nuk do të thotë që ti jep drejt në argumentat e tua. Kjo është fabula që thotë jemi të drejtë. Po jo nuk ti jep ty drejt në argumentat e tua. Fajin e ka Saliu, fajin e ka Beketi. Vetëm ti je kundër Ramës. Fajin e ka Beketi, fajin e ka. Jo, mund të jesh ti dobët në argumentat kundër Ramës. Jam shumë i dobët unë. E kupton. Ka pozita morale është shumë lartë. Mentor, jemi të referu liqësit politike, s'ka liqësi, nuk jemi duke bërë fajtor as kërken. Liqësia politike... Opozita do ringrihet kur rinovohet, a je dakord me këte? Ti tani, si do arzosh tjetë kur opozita nuk është e gashmë, nuk është e rinovuar që të fitoj simpati edhe të shtresa që nuk e ka rëtë? Kjo është një pyetje, kjo është pyetje esenciale, të cilës unë mund t'i përgjigje me një kundër pyetje që për mua është esenciale. Si mund të ngresh një opozit në një diktaturë? Si mund të ngresh një opozit? Si u rëzua Ramizalia më? Si u ngrit vetë PD-ja? Si u rëzua... Ky ka qenë ke teatri. Ose duhet pranojmë që e krijoi Ramizin. Përfundoi lëvizja që ja bleu të gjithë shokët një nga një, sepse në diktaturë ti s'bën dot rezistencë, sa jo ti blen, o ti shantazhon. Po ne bëm rezistencën ama, derisa e prishë tani. Dhe e prishi Bushat, e prishi në kohën e Covidit, se prishi dot. Po të rritë të them unë, e teatri se ka fajnë Rama, po s'diti ta mbroj mërtiri, unë jam një kokër legendi. Ka si lidhje kjo janë raste. Prandaj pyetja esenciale është kjo, ngrihet dot opozit në media që i blen gjitha pushteti, me prokurori që ta ka pushteti. Prokurori që po qonë burg njerëzit e pushtetit, ngrihet që keme te. Ti arbitër të zgjedhjeve ke ministrin e Ramës. Kemi papajtueshmëri. Arbitër të zgjedhjeve ke ish ministrin e Ramës. Kemi papajtueshmëri. Me që përmend ta kemi ndet 3 vjet atje dhe kemi qenë një grusht i vogël themi. Dhe nuk e prishte dot, nga ndet 3 vjet nuk e prishte dot. E prishi kur ishte pandemia në 4 mëngjesit.
para se Problemi se pasi nuk ti është bleu ashtu. gjithë. Sa vetat bleu? I bleu, po ata Sa vetat bleu? që mbetën, ata nuk i blinde dot dhe nuk e prishte, ata e mbajtën. Problemi gjë, që Pra problemi është Jo me mbajtëm teatr Shiko, s'ka. gjithë Jo, debatin problemi tonë, është tek kredibiliteti atij që Rama ka përballë. O, Ergjit, Qëse ka përballë Tani, një person pa konkludojmë kredibilitet. temën unë. gjithë debatin Se këtu mbetemi- Se o të merruaj kur kishte protestë e studentë. ndërlikon kjo që kemi pa pajtueshmërinë për kufizimin e termeve. Ti mendon se jemi në diktaturë, nuk mendoj se jemi në diktaturë. Jemi në autoritarizëm, ka forma të ndryshme. Diktaturë nuk Autoritarizëm që kemi diktaturën e qenë në Ndërhoqës, atë quajun. Jo, ka disa lloje diktaturë. Diktatura djes. Kjo është Ka dhe sot putinizmin e ke diktaturë, ke ku nuk 20%. opozita. Kolegu yni quan Ke 20% Opozita, të Amerikës a mund ta mund që po opozita thot, po na shtetit? treket diktaturë. Amerikë shtetit sot. Ja të endi. sot Kjo lloj opozite Diktatura jo. është Rusia sepse nuk lejon opozitën të kandidojë, vret opozitarët. Tani, njësoj si këtu. pra, Opozita ylli, me që mund shteti, e ka mundur një shtetin këtë vend. Pra pa pas opozitë fare, një lëvizje studentësh, rrëzoi shtetin e kolegu 50 vjeçar. kolegu thotë, Po pra, a mundet opozita të rrëzoj shtetin? Po Po duhet pas 50 shiko Bushat. mund vidh ajo. Duke se jemi duke thënë Bushat. Se s'ka ardha. Ju lutem. Ka regjimet përjetshme. Ndoshta, Po mund vi pas 20 vjetësh. ndoshta jemi duke thënë të njëjtin gjë. Tani ne dalim si ata Cila opozitë fajsonin grupit. A ka opozitë, thot kolegu, që më shkruan mua, që mund të arrëzoj shtetin. Do shta jemi duke thënë njëtin gjë. Po të vrista Mund të ketë, po duhet dhe opozita. Ju Bushati këm ngull që askush mund të arrëzoj Edi Ramën. Fatalisht. Sepse është super shteti, diktatura, regjimi. Ylli, po ka një gjë. Por duhet, ndoshta duhet opozita Bushat, sepse ne këtu nuk e bëjmë dot. O të hajde të marrim operatorët dhe ne bashkë. Opozitën e pas kemi të dobët se ka katë përfyti Saliu. Po pse i kemi dhe mediat gjithat shitura? Po pse s'kemi OJQ? Nore nuk ke njerëz të pavarur që Njëta gjë është në 97-ën që ndryrën Amerikanët. Ndryrën Amerikanët me Saliu në 97-ën. Demokraci, pra nuk kemi Ti ishe këtu bashkë me mua, Kemi ku në 97-ën ndryrën Amerikanët. Kemi OJQ. Dhe firmat, piramidale. Kemi media. Kjo pra Normal se është sistem klientelistë që blen gjithçka. Po si jeton sistem demokratik. Ai të blen votues. Se kur Ky është një kapitull i hapur tani. Është diktatura e tregut. Por Diktatura e tregut. Se ka krijon një paradoks kjo që thua ti, domethënë, më fal, nëse nuk e rrëzojmë dot, atë për çfarë flasim ne këtu? Me lëm fare, pse duhet ne ta shajmë Ramën kur nuk e rrëzojmë dot? Jo. Se unë e shaj Ramën se shpresoj që e të bjerë më. Po ti shanë shumë Saliun në fakt. Po sepse e mban Saliun. Unë Unë e shaj Saliun sepse e mban. Po ti ke Saliu, s'ka më punë, do shaj vetëm Ramën se s'ka kush e mban më. Do gjesh gjithmonë një për çfarë. Kjo është paragjykimi jote, po unë po them çfarë, unë deri kur u rikthye Saliu, nuk shaja njëri. Okej. Ky është një kapitull i hapur dhe një diskutim i gjerë. Shumë njerëz sot thonë që këtij shteti ose kësaj autokracie, ka një farë autokracie të shteti, ose këtij regjimi që është Bushati, nuk ka që i bën opozita. Por shumë njerëz të tjerë thonë Bushat që opozita duhet të ndërtohet, të bëhet. Kurse unë them diktatura s'ndërtohen do. Po Amerikën e Saliut ndërtohen dot ndryshon gjë te opozita. Nuk ndërtohen dot mediat. Ndoshta po. Kjo që thua të jap një përgjigje të dusur, të dusur kinës kjo që thua ti Bushat. Kjo që diktatura nuk lind gjë e lirë. Kjo që thua ti që diktatura nuk ndërton dot opozita. Po Bushat. Tregon atë që po themi ne. Por Bushat. Por fund më, po këtë bie dakord. Është shitur ke qeveria pra. Kjo është pra. Un prandaj sa herë sepse kur blen gjithë ai, pse s'blen opozitën ai? Prandaj sa herë bie debati, refuzoj të flas për opozitën se them ky është një problem i Ramës me shqiptarët. Çdo element tjetër që fusim ne i bëjmë alibi Edi Ramës. Të nderuar problem i popullit me diktatorin e vet. Të nderuar të shikues, fajshi mediave, fajshi Irfan, fajshi i biznesmenve, fajshi Pacollit. Po vetëm Rama nuk ka faj? Ju lutem. Kemi kaluar